Here we go, here we fly, sparkle wings way up high, with the rainbows and the stars align. Fairy friends, heroes strong, shimmer bright, hear a song with a smile in your sky tonight. You can feel the music lift you off the ground. Nothing's gonna stop us now. We are the magic wings, rising up together. We are the magic wings. We are the keep your dream alive, your power's gonna shine forever. We are the magical wings. Triksat kërkojnë hakmarrje ndaj Winksave duke shënjestruar Daphnin, nimfën e Dominos, pasi çlirojnë bishën e thellësive drejt pallatit të Dominos. Është në dorën e Winksave të kujtojnë Daphnit që ajo vazhdon të jetë po aq e fuqishme sa dikur. Nuk mund ta besoj që më në fund jemi këtu. Kiko se beson dot. Jepi, na udhëhiq. Me zi po priste për sot, me zi ka fjetur mbrëm. Oh, Daphni, do të pëlqej shumë jetesa në Alfja. Duhet të jesh shumë emocionuar. Nervoze më tepër. Por pse? Nuk duhet të jesh. Do të jesh mësuese mrekullueshme historisë së magjisë. Nëse ka njeri që e di mirë historinë e magjisë, ajo je ti. Faleminderit Blum, por nuk di si do të çlirohem nga ankthi i këtyre ditëve. Kiko ka të drejtë. Trupin drejt dhe trego krenare do të jetë një vit i mrekullueshëm. Shikoj studentët e reja, do të bëjnë zana ashtu si ne. A nuk është e mrekullueshme? Sigurisht, për tani jam e tmerruar. Vajza, lëvizim. Kjo nuk është fe zonjusha. Afrohuni. Po, zonjush Griselda. Oh, jo ti, profesoreshe, kisha fjalën për studentet. Në rregull, tani dëgjoni të gjitha me vëmendje. Vajza, dëgjoni kur ju flasin. Ky është rregulli numër 1. Disa gjëra nuk ndryshojnë kurrë. Dhe tani ndarja e dhomave. Më ndiqni. Shtëpi e ëmbla shtëpi. Hey, ç'kemi Blum? Ç'kemi Milsa? Oh! Hey Blum, gëzojmë që të shoh. Pra, si mendon? Nuk mund ta besoj sa shpejt jeni sistemuar. Ky vend po popullohet si shumë. Mendoj se është shumë i rehatshëm dhe i personalizuar. Më shumë i rehatshëm dhe kaotik. E po, ne duhet ta thjeshtëzojmë atë. Pa të shohim tani? Urdhëro. Heqja e valizhave të panevojshme. Kiko! Ka ku është Stella? Është në domën e saj duke punuar. Në rregull. Stërvitja mbaroi. Faleminderit Stella. Wow! Të gjitha studentet po dalin nga doma e Stelës. Ej, shikoni! Wow. Me çfarë po merr Stella tani? Butiku i veshjeve të Stelës. Mos ndiqni modën, bëjeni ju modën. Një butik veshjesh? Këtu në Alfja? Tjepra? Duhet ta shoh vetë këtë që ta besoj. Kujt i thua, atë dua dhe unë. Stella! Stilistja ka rënë në mendime. Winks!
Jam shumë e lumtur që keni ardhur. Ju po shihni fillimin e diçka super gjigante. Së shpejti do të jem stilistja më e kërkuar në të gjithë dimensionin magjik. Dhe nuk është kjo pjesa më emocionuese. Prisni sa të dëgjoni këtë. Mos duhet të shqetësohemi? Ju, shoqet e mia të mira, do t'jeni imazhi i butikut të Stelës. Çdo veshje re do të vishet nga ju. Wow, sa bukur. Oh, bukur. Oh, Tekna, dukesh shkëlqyeshëm. Oh, faleminderit, Stella. Zonjusha, a ka njëri atje lart? Griselda, nuk duhet ta marrë vesh për butikun tim, ju lutem. Çfarë po bëni këtu ju? Ne po pastronim para fillimit të vitit shkollor. E po, të lumt, Stella, më në fund. Mendoj se ky është i yti, Blum. Kiko! Ju presin në klasën e re të historisë së magjisë, për fjalimin e drejtoresh Faragondës. Të dashura studente dhe profesoresha, jam e lumtur të inauguroj vitin e rishkollor këtu në Alfia. Këtë vit na bashkohet një mësuese shumë e veçantë për lëndën e historisë së magjisë, Princesh Daphne e Dominos. Loket! Pif! Kiara! Amore! Sherry! Çata. Pixit! Duhet të vini për të festuar. Po, është e vërtet. Është 100 vjetori i zonjës Faragonda si drejtoresh. Pse nuk e dija unë? Sepse duhet të ishte sekret, për vjetorët më bëjnë të ndihem e vjetër. Një duart rokitje për zonjën Faragonda! Nuk mbaron me kaq. Të sollëm një surprizë të veçantë dhe ndodhet pikërisht jashtë në obor. E jani të gjitha. Shkojmë. Së pari, moti për kryer për fest. Së dyti, dhurat nga zanat. Le të fillojë festa! Zonjur Stella, përmbauni, ju lutem. Gabirin. Duhet të qetësohesh, Griselda. Kjo është një fest. A munde? Sigurisht, drejtoresh. Më lejoni t'ju uroj mirëseardhjen të gjithave. Çdo vit vijnë studente të reja për të përmirësuar aftësitë e tyre për të mprehur mendjen. Unë pres që ju t'i mbështesni të rejat, pasi disa prej tyre sot nisin rrugtimin e tyre të parë. Këtu në kullën e reve do të bëheni magjistare moderne. Por, si fillim duhet të vërtetoni sa vleni. Kush do të fillojë e para? Ti aty, si quhesh? Unë quhem Selina dhe vi nga toka. Në rregull, Selina. Na trego çfarë di të bësh më mirë. Me shumë kënaqësi.
Kjo është një përmbledhje legjendash. Vazhdo të lutem. Këtu gjenden të gjitha mitet dhe legjendat e botës. Unë kam fuqin për t'i rikthyer në jetë, vetëm duke i lexuar me zë të lartë. Interesante. Më trego si funksionon. Kjo është legjenda e bishave të Glumjudit, që dikur jetonin në pyjet e magjiksit duke terrorizuar dhe shkatruar. Derisa ato u mposhtë nga Piksit. E di këtë histori. Piksit i lidhen me zinxhir bishat poshtë fshatit të tyre. Kjo është e saktë. Përmbledhje legjendash. Bishat e Glumjudit ju liroj që të hakmerreni ndaj fshatit të Pikseve. Qa është ajo? Bishat e Glumjudit janë rikthyer. Kjo është e pamundur, si u liruan ata. Po, sa bukur! Hey! Po! Ndaloni muzikën. Dua që të ndaloni me njëherë atë që jeni duke bërë. Mbledhje Piksish. Ktheuni tani në fshat. Bishat e Glumjudit po na sulmojnë. Mendova se këto krijesa ishin lidhur prej shekujsh. Piksis bashkoni. Duhet të largohemi. Piksit janë në rrezik. Wingsat janë pasjush. Wingsat magjike, Sirenix. Bloom, sana e flakës së dragojit. Musan, sana e muzikës. Tekna, zana e teknologjisë. Flora, zana e natyrës. Aisha, zana e valve. Stella, zana e diellit rrezullues. Mirë të largojsh përbindësh. Mere këto di pishe të mërshme. Jepini Wingsa, në sul. Ju keni ndërprerë një fest dhe ky është një gabim shumë i madh. Ata po shkatrojnë edhe fshatin e zanave. Në rregull, do ta zgjidhim edhe këtë. Rit diamanti. Akord shurdues. Drito vrasëse. Nuk ishte aq keq. Uroj që këta të kenë nxjerrë në sim. Bishat të tjera, edhe sa janë. Ata janë pa dyshim shumë. Jeni Wingsa, dhe të dërgojmë ndë nga erdhën. Bishat po mbin gjithandej. Ndoshta duhet të mbyllim ato vrimën atje. Kjo gjë po na del jashtë kontrollit. Le të largojmë Pixin që këtu. Ke një fuqi të rrallë, Selina. Po, Nëse ajo që thua është e vërtet, tani fshati i Piksit duhet jetë në kaos, padyshim. është e vërtet. Duhet ta shoh me sytë e mi këtë. Syri magjik. Mjaft tani. Përmbledhja e legjendave është vërtet e fuqishme. E ke vërtetuar fuqinë tënde, Selina, por duhet t'i japësh fund tani shkatrimit. Le të mbarojmë me njëherë tani historia e bishave.
Shikojeni këtë. Bishat u zhduken. Dhe bashkë me Pixis, Ninfea? Ku shkuan të tjerët? Mbase janë zhvendosur diku. Prisni, do të shohë se mund të ndjej ndonjë gjë. O jo! Kjo është çmenduri. Nuk kam lajme të mira. Duket sikur Pixit nuk jetojnë më në dimensionin magjik. Si është mundur kjo? Për mbledhja e legjendave. Kjo është vërtet e mrekullueshme. Pa dyshim që kjo është një nga objektet më të fuqishme që kam parë gjatë këtyre 2 shekujve të fundit. Po. Ke shumë të drejtë, Griffin. Triksat! Pa shiko. Çfarë kemi këtu? Shikoje veten sa e talentuar. Faleminderit. Me sa duket ti nuk ishe duke na pritur, apo jo, drejtoresha Griffin? Ne na ka munguar jashtëzakonisht shumë kulla e reve. Si guxoni të ktheheni pas gjithçka që keni bërë këtu? Oh, të lutem, ti nuk e para asgjë akoma. Dili jashtë! Zhdukuni nga shkolla ime! Griffin, cipën është gënjen! Është koha që Triksa të marrin në dorë drejtimin e kësaj shkolle. Kur ju duhet të më mposhni mua si fillim? Kur? Si të duash, por mos thuaj që nuk të paralajmëruam. Stormi, fute në kafaza të zok të vogël të trishtuar. Aty ku i takon. Nuk duhet të friksoheni magjistare të reja, tani e ka marrë unë drejtimin dhe ky është vetëm fillimi. Do të keni një të ardhme plot shkëlqim dhe aventura, sepse së shpejti magjistare do të drejtojnë të gjithë dimensionin magjik. Dhe asgjë nuk do të mund të na ndalojë. Triksat! Tani bani qetësi dhe dëgjoni. Gati, motra? Fillon udhëtimi. Hapi I parë, pushtoni të gjithë shkollat e magjisë. Mësimi mbaroi. Magjistare, ktheuni në dhomat tuaja dhe rini në gatishmëri. Kemi për t'u marrë me disa Pixi. Jo ka shpejt. Ti, e ja pa këtu? Të pam çfarë bëre me atë librin. Po, me atë.
Për mbledhjen e legjendave? Për mbledhjen e legjendave, sigurisht. Je një magjistare tepër e talentuar. Ne mund të mësojmë disa gjëra nga ty. E keni seriozisht? Oh, po, shumë seriozisht. Do të donim të bënim një ofertë. Do të mësojmë gjithçka që dim për artet e errësirës. Në këmbim, ne kërkojmë që të na lexosh shpërrallat nga ai libër. Për mua është shumë mirë, jam dakord. Oh, kjo do të jetë argëtuese. Mos u shqetësoni, Pixie. Faragonda do të na ndihmojë të kuptojmë çfarë ndodhi. Kujdes! Oh! Çfarë ishte ajo? O zot, ajo po humbet kontrollin. Ja stagëm mbrojtës! Është gjallë, fatmirësisht, por është e lodhur dhe e dërmuar, e gjora. Nuk ka gjë, do të kujdesemi ne për ty. Prisni pak, vajza. Duket sikur do ta thoj diçka. Unë nuk e flas gjuhën e korbit. Asun, Sela. Por di dikë që mund të na ndihmojë. Specialistët ftojnë Winksa në kolegjin Limfea për një orë stërvitje speciale në hapësirë. Ndërkohë, Selina lexoni historinë e trenteve nga libri legjendave, duke bërë që pemët e magjepsura të shkaktojnë dëme të mëdha në shkollë. Winksat përballen me magjinë më të fuqishme deri më sot dhe kanë të vështirë të mbrohen.